Përshëndetje, mirë se u gjej të gjithëve. Në këtë të shtunë, do të trajtojmë një temë të bukur, në fakt një temë nostalgjike, besoj për të gjithë sa herë që i bëhet pyetja se cili është kujtimi që e çon menjëherë direkt në fëmijëri, jam e sigurt që secili ka përgjigjen gati. Dhe jam e sigurt që s'është vetëm një përgjigje, ka shumë. Në fakt, ka disa kujtime të cilat nuk ka nevojë për shumë gjëra, ose nuk ka nevojë për ngjarje të mëdha për tu zhvendosur në kohë dhe për tu kthyer pas. Në fakt, mjafton një aromë, një këngë, një rrugë, një shije dhe menjëherë kthehemi në fëmijëri. Në atë kohë kur gjërat ishin të thjeshta, kur gjërat e vogla na dukeshin të mëdha dhe emocionet mbanin gjatë. Do të flasim pikërisht për këtë kohë të jetës, duke kujtuar, duke rrëfyer momente nga jeta kështu që unë dua pa humbur kohë të ftojmë panelistët tanë me cilët jam e sigurt që do të ndajmë kujtime shumë të bukura. E para që vjen në studion tonë për këtë temë, ndryshe nga kohët e fundit në përgjithësi që ka ardhur për angazhimet e saj profesionale, le të presim drejtoreshën e përgjithshme të Agjencisë Kombëtare të Turizmit, Zana Çela. Presim në studio. E dashur Zana, mirë se erdhe. Kënaqësi që të kam këtu. Edhe është bukur të shohim tashmë në një tjetër dritë, se gjithmonë flasim për angazhimet, gjithsesi sezoni turistik ka nisur, kështu që urojmë suksese të gjithëve. Do të kemi rast tjetër në program për të folur për sezonin turistik, por sot do të flasim, por sot do kthehemi pas në kohë. Do të thojmë të gjithë pas në kohë duke kujtuar ato momente të bukura. Të falenderoj shumë që je këtu dhe si gjithmonë veshur shumë bukur. Të falenderojmë. Presim një tjetër mikesh të programit ton, ajo është sipërmarrëse, por ndërkohë një paneliste gjithmonë shumë e mirëpritur, jep shumë shpirt debatit edhe diskutimeve në studio dhe përshtatet ka një aftësi të jashtëzakonshme për të përshtatur me çdo lloj moshe. Me çdo që ajo është përballë, është gjithmonë shumë e këndshme, shumë sociale, pa diskutime, ka karakteristikë të vetën të theksuar dhe ne kemi shumë xhan. Teuta Doçi, e presim në studio. E dashur, mirë se erdhe. Po ti zbukurohesh për dita më shumë. Përshëndetje. Je një yll sot. Uroj që të mos jenë mërzitur me mua dhe thonë doli prap kjo. Jo, ti je gjithmonë një kënaqësi në ekran, ta dish. Publiku e mendon njësoj, kështu që edhe duke shumë bukur këto flokët të shkojnë shumë ky stil. Shumë faleminderit, po e thon nga ty e mirë tjetër. Shumë jam e sigurt që kushdo që të shikon, të komplimenton më kanë thënë, po. Shumë faleminderit. Mos i ndrysho. E prita me shumë qejf këtë shumë temë bukur. Për fëmijërinë është... Do na tregosh, falenderoj që je këtu. Presim të ftuar në studio, në fakt ai është herë e parë që vjen në panele në studion tonë, sepse dhe ai për angazhime profesionale ka ardhur vazhdimisht. Unë do ta prezantoj si një prezantues televiziv, praktikisht kështu quhet pozicioni i tij, Fatjon Troshku, e presim. Ej, Fatjon, mirë se erdhe. Sot do shesim kujtime, for free. Sot do tregoj momentet bukura nga jeta, edhe ti me siguri ke plot për të thënë, apo jo? Pikërisht janë ato që na bëjnë kujtime. Ku i ke kaluar fëmijërinë? Në Tiranë, po jo Tiranë që njohim ne, Tirana është shtëpive private me oborre. Vërtet? Nuk e di nëse e njohim sot ose e mbanim mend. Shtëpi me qerpiç themi ne kur për Tiranë, jo, ashtu lloj. Tirana e post 90-s me fusha, jo shumë të zona nga pallatet, por me shumë fusha të lira. Ende fusha të lira. Falenderoj që je këtu të ulesh. Vazhdojmë presim të ftuarën tjetër, edhe ajo gjithmonë një gazetare shumë e angazhuar, në fakt puna e saj e bën të ketë vazhdimisht në kontakt me ngjarje të vështira, me histori të vështira në fakt në realitetin shqiptar, por sot edhe ajo do të zhvendoset pak me ne nëpërmjet këtij udhëtimi në kohë që do të zhvillojmë të gjithë së bashku. Gazetare e TV Klan News, presim Lidona Dacin. Lidona, mirë se erdhe. Falenderoj që këtu kënaqësi si gjithmonë edhe dukesh bukur. Sot do jem pak në siklet se do të dua të flas për veten. Pra nuk do flas për të tjerë, por do flas për Glidonën dhe që je sikletshme të mendosh që të flasësh për Glidonën. E qa, po edhe të shoqëron kështu një tjetër një tjetër lloj imazhi, një tjetër lloj pamje. Një tjetër atmosferë edhe në portret, sepse flasim për kujtime dhe gjithmonë buzëqeshin njerëzit. Është problem kjo, profesioni yt të bën të vështirë të buzëqeshësh në ekran, është vërtet. Nuk kam mësuar të buzëqesh në ekran, nuk kam mësuar të dalë e lumtur, kam mësuar gjithmonë të pjesa serioze dhe pjesa e debatit. Ngjarjet e vështira. Dhe më duket pak e vështirë ky emisioni sotëm. Do ta shijojmë gjithë bashkë. Falenderoj shumë që je këtu, e dashur Glidon. Ulemi dhe presim të ftuarin tjetër që na bashkohet. Ai është këngëtar, pedagog i kantos, gjithashtu John Jesku, e presim. John.
Mirë se erdhe. Falenderoj shumë që je këtu, kënaqësi të kam në studio. Fëminia jote, ku ka kaluar? Në Pogradec. Një nga qytetet më të bukura. Se ti s'mund të tregosh ti sot neve për Pogradecin e mrekullueshëm, i cili vazhdon të jetë paq i bukur, apo jo? Absolutisht. Edhe urojmë që të vazhdoj të ruaj këtë natyrën e vet, të zbukurohet patjetër, gjithë më shumë sepse zhvillimi kërkon ndryshime, është e padiskutueshme, por ta ruaj atë stilin e vet. Ne artistët në fakt kemi një veçanti shumë të madhe, se ne ruajmë gjithmonë me fanatizëm një fëmijë brenda vetes tonë, që kështu kur vjen puna për tek fëmijëria është shumë bukur të flasim gjithmonë. Dhe është fat i madh në fakt edhe lum kush e ruan atë fëmijën brenda vetes. Artistët e kanë le të themi këtë shans edhe këtë avantazh. Falenderoj që je këtu. Faleminderit. Le ta nisim me një grup intervistash. Kemi pyetur qytetarë të rastësishëm, edhe atyre u kemi bërë të njëjtën pyetje, cili është kujtimi që ju çon menjëherë në fëmijëri. Le të dëgjojmë përgjigjet e tyre dhe më pas me të ftuarit në studio. E ndjekim. Cili është kujtimi që ty të vjen në mendje dhe të kthen menjëherë në fëmijëri? Shkolla Lodra që sajonin vetë. Kemi shkëlqyer me mësime. Ku kam ikur jashtë shtetit. Mosha 80 vjeç. Kam luajtur futboll me skuadrën e Pogradecit. Tom ka dhe shokët e tij. Tash në fëmijëri na kthen këto gjonat neve se kena po moshën. Ma shumë i përshtat na kthen fëmijëria për me taku një shoka, një shoqa, një sen, se sa gjona tjera. Dashnia. Lojrat të ambienti për jashta, që ta ishë janë mungojnë fëmijëve tanë. Kujtim kështu fëmijëria më shumë lojrat jashtë. Kopshti, kjo më bën fëmijërinë ta kujtoj. Gjithmonë rikthehesh retrospektiv, kur ke të bësh me fëmijët e tu, me niprit, që mund t'i kesh quar edhe në të njëjtin kopësht, edhe në të njëjtën qerdhe. Blora, kemi jam rritur. Lojrat që bëshim këshin të vegjel. Mund të them lodrat me dy çunat e tezës që jemi paka shumë të një moshe. Përgjigjet janë nga më të ndryshmet, po në fakt është sa po bëhet pyetja, si ka qenë fëmijëria juaj, ose ku e keni kaluar fëmijërinë, ose cili është kujtimi i parë që ju vjen nga fëmijëria juaj, ose diçka që ju kujton menjëherë këtë periudhë të jetës, gjithmonë kemi një buzëqeshje në fytyrë, apo jo, Zana? Sepse është një periudhë, është periudha më e lumtur thonë, është periudha më me pa përgjegjësi, apo jo? Dhe jemi Është e vërtet, është një nga periudhat më të lumtura, më të bukura, që ka shumë nostalgji. Edhe nëse dhe unë do t'i përgjigjesha asaj pyetjes, do ishte që për mua fëmijëria gjithmonë simbolizohet me pallatën e pionerëve apo shtëpinë e pionerit në Shkodër, me skenën, sepse aty u rrita. Edhe kështu që këto janë dy, të themi, nocione apo konkretisht ndërtesa që mua më lidhin menjëherë me fëmijërinë time. Po pastaj lodrat e ndryshme sigurisht, gjyshja, sigurisht një pjesë e rëndësishme e fëmijërisë, gjithë secilit kush e ka pasur dhe ka jetuar më rreth. Këto janë, si me thënë, ato nostalgjit e para që më vinë mua në mendje, nëse do më pyesni dhe mua do më bëni një të... Po, patjetër, edhe këtë për të treguar më shumë nga fëmijëria, po cili është ai kujtim, diçka që ju a kujton menjëherë, ju çon menjëherë në atë kohë? Diçka, një episod i vogël i përditshmërisë, detaje, të cilat nuk ka nevojë fare për angazhime dhe për organizime të mëdha. Unë e thash dhe në fillim, mjafton një aromë dhe ju çon menjëherë, ose një tingull, gjithçka mund të jetë. Jemi tek tingujt, një tingull që unë s'do harroj kur, ka qenë drekat e zhegut në kohën, zhegut i thonë në kohën e Papës, kur kishim një fushë, e fusha zihej nga më të mëdhenjtë dhe shokët e mi që më fishkëllenin sa atëre nuk kishim as telefona dhe vetëm mjet komunikimi ishte fishkëllima ose thirrje, o Fationi je gati për të luajtur. Kjo direkt nëse gjë një diçka. Sot çfarë ta kujton ty se fishkëllimat kanë humbur sot apo kur ndodh ndonjëherë që dëgjon. Nëse një tingull ta ngjoj rastisht them direkt them do shkoj të luaj futboll ne. Po megjithëse tani nuk është më ai moment, ama është një kënaqësi, është një kujtim i cili nuk e di nëse do vdes ndonjëherë brenda meje, është diçka që megjithëse është shumë vap, nuk e di nëse sot ka prindër që i lën fëmijët të dalin ator të luajnë, ama direkt më fund ato botën atyre viteve pa përgjegjësi,
plot e lumtur. Po mirë, vapa e tanishme nuk është njësoj me vapën atëhershme, apo jo të uta? Jo, temperaturat të tjera në kohë që jetojmë. Dhe kemi jetuar dhe pa kondicioner. Kur thua që... Ka qenë vapë, jo ka shumë sa tani? Jo, kemi jetuar shumë lashi me ujnë e ftohtë, që rritë nga qesma. Kur themi për fëmirin, mua në fakt gjithë shka që ka lidhje me fëmirin më vjen në mënd. Ose si duket ka të bëj, kur vjen një moshe caktuar, ti ke një nostalgjit jashtëzakonshme për çfarë le pas. Dhe unë edhe fëmijët që i shëtisin nënat në karrocë, edhe ato që luajnë, edhe një arome mirë në shtëpi, edhe prania e gjysheve që bisedojnë me njëra tjetrën, megjithëse unë nuk jam rritur nga gjyshet, por kemi pas ka shumë njerëz rreth e përqark, sa ajo gjë, edhe zhurma, kur kaloj pranë një shkolle që janë të fëmijët, domethënë që janë në obor, edhe ajo më kujton fëmirin, se kemi pasur me të vërtet, unë nuk di të them, po unë kam pas një fëmiri shumë të lumtur kur e kujtoj, me thënë drejtën, me gjithë ngjyrimet që i takojnë një fëmije, ti ketë edhe unë i kam pasur. Që kështu, unë nuk e di si e keni organizuar ju pra ne, do fillim të flasim që kur erdhëm në këtë, do me thënë me këtë, apo do me thënë ta kalojnë, pa tjetër. Gëzuar për kujtimet. Gëzuar dhe mirë se erdhët për kujtimet e bukura të fëmirisë. Gëzuar. Këto biseda nostalgjie gjithmonë shoqëruar me një gotë vere, shkojnë për mrekullim. Lidona, ku i ke kaluar fëmirin ti? Atëherë, shoqë i pjesa me madhe për shkak të brezave, kemi diferenca të ndryshme për fëmirin. Unë jam rritur një fshat shumë të thellë të Dibrës, dhe ajo që më kthen mua në fëmiri janë kur dëgjoj cicërimat e zogjve dhe aromën e luleve. Pra janë disa lloj lulesh karakteristike ose trëndafilat me aromë, të cilët ne në fshat nuk ishte shtëpi që nuk i kishte. Dhe bëndin konkurrencë mamat kush i bën më të bukura lule. Pra kush e kishte baçën më të bukur të luleve, dhe pa diskutime dhe topi, sepse unë në lagjen time, gjithë bashkëmoshatarët e mi ishin çuna, pra edhe 2 vite më të mëdhenj dhe 2 vite më të vegjël, dhe isha e vetmja gotë. Goca që ishin më të mëdha nuk më merrnin me vete, dhe vetmi kujtim që kam është që luaja top me çunat. Prandaj dhe ndoshta dhe kjo ka ndikuar që t'jem, le të themi, në një mënyrë shumë e lidhur dhe me vëllezërit, por edhe fakti që nuk isha një motër. Kështu që vazhdoj të jem pa i çuni dikurshëm. Dhe kur shoh çunat e vegjël në rrugë, prirëm të luaj më shpejt top me ata se sa ndoshta me kukulla me vajzat. Mirë, sepse ke shpjegohet grinta dhe guximi që ka, domethënë që ka nisur që nga... është një model shumë i mirë për ditët e sotme, që themi ne që nganjëherë është ajo ndarja diferencon le të themi rolet edhe gjinit që në vegjëli dhe ndodh gabimisht nga prindërit, sepse duket sikur i modifikojnë që herët. Kurse ti je rritur e lirë, le të themi, në këtë drejtim dhe ke zgjedhur atë që ke dashur. Duke luajtur me top, pra dhurata ime e preferuar që mund të dhëmë te babis dhe mos, kur dilja me notat mira në shkollë, është që unë do kërkoja topin se do luaja me shokët. Që kjo ishte ajo që kërkoja gjithmonë. Lumë shokët për ty. Kemi luajtur të gjithë në fëmijëri apo jo? Ti nuk e di çfarë loje ke luajtur me top me shokët. Përgjithsisht lërat me top sepse ne i kishim të organizuar. Ka pasur shumë lëra me top, që kanë qenë shumë të famshme. Në fshat ne shkonim nëpër males, dhe mos pasi mbaronim shkollën, shkonim në mal dhe kërkonim lopët. Dhe pa diskutim që do duhet të luanim top, dhe përgjithsisht ajonim ato rrjetat e volejbollit, ose fushat të caktuara futbolli, ku angazhoheshim të gjithë çuna goca, sepse normalisht kur dilim pas diteve nuk ishte vetëm një lagje, përbashkoheshin 4 lagjet e një fshati dhe ne dilim nëpër male. Dhe kjo është ajo që më lidh mua akoma dhe sot me të ecurin në këmbë gjatë gjithë kohës, edhe me malet, unë i dashuroj malet edhe sot. Vdes për natyrën, është aty ku unë gjej paqen, gjej qetësinë. Është gjëja që më motivon më tepër. Don, fëmia jote ka kaluar në Pogradec, dhe ti edhe Pogradeci është një qytet aq poetikë, unë besoj që kur shkon në Pogradec bëhet poet me zor. Edhe piktor. Është një qytet që të bën poet me patjetër. Që në momentin që të hyn tek rruga që është bërë rruga e bukur tani, domethënë, Buzliqenit, ndjehet që aty, domethënë, aroma e Pogradecit, ose që lart, që kur duket lini. Unë kam kaluar një fëmijëri shumë të bukur. Kam kaluar një fëmijëri mikse, sa në fshat, sa në qytet, kujtoj edhe unë natyrshëm si zonja Çela, kujtimet e mia më të bukura, që nga Pallati i Kulturës, deri tek zbulimi, domethënë edhe më përpara tek zbulimi i talentit tim që në Kopësht, po më i bukuri edhe ajo për cilën ju folët deri më tani për çështjen e aromave apo për çështjen e tingujve, tingulli më i bukur për mua ishte zëri i gjyshes time dhe i nënës time.
Aroma me bukur, ishte aroma me mirë, ishte aroma e ushqimit, kur unë gjeja, kur kthehesha nga shkolla. Gatimet e jashtë zakonshme të nënës time. Që kështu nga do të kthej kokën dhe sa do të kthej kohën pas, kam kujtimet jashtë zakonshme, që jetoj edhe sot e kësaj dite. Kam edhe një të mirë, falë Zotit, që unë kam memorje shumë të mirë edhe e mbaj mënd veten time edhe që 3-4 vjeç. Memorje shumë të mirë. Në habiti. Që kështu fati im ta mbaj mënd veten time edhe 3 edhe 4 vjeç. E gjitha të të uta thonë që këto kujtime, edhe kur shkon një këto mbarë mënd njëri. Këto mbarë mënd, unë ke di. Unë i kam film për para. Poli Gjoni, edhe unë do të doja ta kaloj fëmirin në Progrades edhe unë. Po, në fakt është e vërtet, më futa vini re të gjithë dhe kur përmendim kujtimet më të dashura, sa që janë të ndryshme njëri nga tjetri, po aq të njëjta janë, sepse të gjithë këto janë gjërat më të dashura dhe kujtimet të pasvendësueshme për askënd. Gatimet e mamas, gjyshja, historitë e gjyshes, prallat e gjyshes, lojrat, pa diskutim, apo jo, Zana? Si e kujton ti veten fëmin atë mosh? Për te i pallatit të pionjerëve. Do me thënë, unë e kujtoj veten nga mosha 3 vjeç e sipër. Shumë mirë. Dhe këtë periudhë të jetës e kalova në Shkodër. Do me thënë, të themin kujtimet e para, nga mosha 3 vjeç deri në moshën 9 vjeç. Edhe në qoftë se të tjerët tërhiqeshin mbas lodrave të ndryshme, jo topa lufta, topa djegsa. Ne një pjesë e gocave të vogla, ne luanim festivalesh në pallat. Ishte pallati jon bashkoheshe me cepin e një shtëpie. Edhe, do me thënë, krijoni një cep në fund të kësaj, si me thënë, si rrugice e vogël, e cila mbylleshe vetvetiu dhe na shërbente ne që të bënim një sken me një perde, vendosnim një çorçaf të bardh, edhe aty pasaj një vajzë, Valentina Gjezo, ajo u bë aktore, e kisha vali në pallat, dhe ajo organizante festivalet e pallateve që ishin rreth e rrotull, dhe pallati jon ishte pallati organizatori festivaleve. Sinqerisht kam qenë 3 vjeç për herë të parë që kam hyrë te kjo skena në thonjza e pallatit. Skena e parë ku janë gjitur ti skena e organizuar në pallat. Që më nxori vali. Pra ne rriteshim me këngë, edhe me ato melodit e bukura, sepse Shkodra në të gjithë rrugicat, e kisha shpinë diku aty që sot quhet Gjua Dol, por dikur quhet Sarreq, afër unë më pas shkova te shkolla Ndoc Mazi, aty afër ishte edhe Rita Ndoci, Frederik Ndoci, e shumë të tjerë. Pra, ishim një lagje, ishin vetëm artist, pjesa më e madhe ishin muzikan, dhe si duket tingujt që dilnin nga shtëpitë e ndryshme rreth rrotull pallatit ton, dikush luante në violin, dikush në klarinet, kitara po e po, në piano, edhe si duket na injektuan lagje artistësh. Dhe Nisi Shkodra ne kemi thonë. I gjithë qytetin. Dhe ne bënim garë kush dinte më shumë këngë. Dhe më pas kur kujtoj që në klasë të parë, që erdhën rastësisht, unë isha 6 vjeçe, dhe vjen ai profesori, zotni Leonard Deda, i cili ka bërë Lulebor, ai drejtonte shtëpinë e pionerit në Shkodër. Ka bërë Lulebor këngën. Ka kompozuar? Ka kompozuar, dhe... Ka përshtypjen që është dikush tjetër që... Ai e ka kompozuar bashkë me Simon Gjonin. Me Simon Gjonin, pra. Dhe na përzgjodhi, ne ishim 2-3 vajzat vogla që na përzgjodhën, dhe pastaj ne për shembull kur gjatë fundit të vitit që bëheshin festivalet e këngës në radio televizion, fillon të shkolla, ishin pushimet me 12 janar. Dhe në 12 janar mësusja mua dhe një 2 gocave tjera, në nxirrte para klasës edhe kush ka mësuar më shumë këngë nga këngët e festivalit, edicionit fundit festivalit. Pra, realisht jemi rritur me shumë muzikë, me shumë këngë. Ishte një lloj gare. Kur vinte një edicion festivali, ishte eveniment. Ishte nesërmen, shkrueshin dhe fillojnë këndoshin nga të gjithë fëmijët. Unë sa herë që dëgjoj këngë që akoma janë ninullat, si me thënë, mitike apo legjendare të gjithë brezave, apo këngë të atyre viteve, direkt më ngjallet nostalgjia që më kujton pikrisht këtë tablon e fëmirisë time, atë fëmirinë e hershme.
Nga mosha 3 vjeç, deri në moshën 9 vjeç e gjysmë, Shumë e bukur. kam jetuar në Shkodër. Bukur. Teuta, po ti ku i kaluar fëmirin tënde, vitet e para? Dëgjoj, fëmiria jonë në kohën tonë, se ne jemi të një brezi, ka qenë e kondicionuar nga lëvizja e punës së prindërve tanë. Pra, prindrit në atë kohë, kur kishin, me thënë, spostoheshin edhe nga një qytet në tjetrin, në varësi të kërket, të punëve dhe detyrave që kishin. Unë kam qenë e projektuar, dhe me thënë, në Lushnje, erdha linda në Tiranë, ndetëm dhe pak në Lushnje, kaluam në qytetin e Pukës, dhe pastaj nga mosha 1 vjeç e gjysmë deri 8 vjeç, ne kemi qenë në Kukës. E ruaj të vizatuar në memorje qytetin e Kukësit të vjetër, bashkë me të gjithë njerëzit e mrekullueshëm që ka pasur Kuksi vjetër, me gjithë miqësitë e mia, kam në memorje çdo cep të shtëpisë edhe çdo ditë të kaluar, sepse ishte një qytet i vogël shumë i dashur dhe kam kaluar ca vite të mrekullueshme atje. Por isha një fëmijë, të themi në thonjza aksidental, sepse erdha mbas 16 vitesh. Pra, vlla im ishte 16, më shumë se 16 vjeç, kur erdha unë, që kështu konsiderohesha një fëmijë më vonë me 3 prindër, sepse ishin 2 prindërit e mi dhe një vllaj që kujdesej për mua shumë i madh. Dhe isha jo vetëm kjo vajza e vogël, që po të shohësh, aty janë kushurinë e mi të parë, ku jam unë sa e vogël. Do me thënë, tani këta janë kushurinë e mi dhe unë jam e vogla, në krahun e bamit tim. Pra, me të tërë, më e vogla dhe më e llastuara e fisit, nuk diskutoj. Që kështu kujtimet në atë qytet, kam qenë një fëmijë shumë i këndshëm, më kanë mbajtur mirë, më kanë veshur mirë, me që sa shoh tani. Dhe kur erdha gati 8 vjeç në Tiranë, isha në klasë të 2 dhe fundi i klasës së 2 dhe unë kisha të folurën e dialektit të Kukësit. E kupton dhe erdha ke shkolla 1 maj, kam detur një 2 muaj dhe thosha, po bre, pse bre, e kupton, edhe filluan që këtu janë fëmijë vogël, sa po lindur, po. Edhe më thonin mua, ka ardhur një kështu, do me thonë, Tu je me mama? Me mamin tim, po në Kukës gjithmonë, ja kam dhe vitet atje, fëmijë vogël. Edhe një 2 muaj, do me thënë, derisa se fëmijët e kthejnë dialektin, sot dialekti quhet gjuhë, nuk quhet më një diçka për tu... është rivlerësuar dialekti dhe që të mos lihesh keq. Pastaj kam kalova në shkollën Fanoli. Tu jemi në plazhin e Durrësit 3 vjeç. E kupton dhe, do me thënë, si shkonim në atë kohë... Edhe pushimet verore të asaj kohë. Patjetër, ishin në një kohë janë nostalgji e madhe. Shumë. Dhe jo më pak se 1 javë kam qenë pikërisht në atë pjesën e Ekurudhës, sepse tani është më qetësi dhe është një plazh. Çfarë nostalgjie kam ndjerë më Rudina. Mbylla sytë dhe më duk vetja se kur po eci aty me familjen time, se ka qenë pjesë shumë e bukur ajo. E ke parasysh Zana për ç'a them. Për atë pjesën e Durrësit. Sot më ato pistat, e Durrësit, Rudha, Breshka. Po, edhe pista vazhdon, përdoren. Dhe unë shkova e pash ndjeva një super nostalgji, me thënë të drejtën. E njohë? Pasarel, bonim çdo darkë. Jo, ishte, ajo pjesë është ruajtur. Dhe, shiko, më kujtoj Zana... Moda bëjt e Breshka. Po, më kujtoj Zana, Pallatin e Pionerëve, atëherë në shkollën Fanoli, kishim dhe këngëtar, unë isha në grupin e recituesve, kam recituar gjithmonë. Zana ka qenë me këngëtarët, se ka qenë Pallat Pionerëve ishte kori dhe solistët. Zana ishte ke solistët, ne kemi qenë me profesor Suatin tek recituesit. Po, juve Robert Radon. Që kështu, ato kanë qenë vite shumë intensive për ne, se që fëmijë të vegjël, shkonim, merrnim pjesë në aktivitete, e zinim kohën mbas shkolle, ishim dhe pak kështu si, se kush këndonte, kush recitonte. Qatë herë. Përkëdhelur. Vipat e gjeneratës. Do t'i kemi, prandaj, nami, por pastaj, pikërisht kjo gjë që ne ishim kaq të, do me thënë, shkonim, merreshim me aktivitetet, bëri që dhe unë pastaj 9 vjeçi në Kopësht këtu. Shumë, a është sa bukur që, Për një moment më duke pak si Hajdi. Po, në Kopësht që recitonim, pra e kam pasur që atëherë unë, që se Zana këndonte,
edhe u bë këngëtare, unë isha recituse, por jam bërë si përmarrëse. Ne madje nga ju të dyja kemi dhe imazhe që vinë nga dhe, keni fatin e madh, jeni xhiruar. Jemi xhiruar se xhirimi arriti kulmin me filmin tim që e kam thënë dhe stërthën, filmin pasaj që shkova tek Mimoza Lastica, që ishte, nuk e di çfarë po. Ta lëm në pjesën e dytë. Mirë, okej. Kemi fotot e Zanës gati? Okej, ja të kemi. Festivali. Nga festival. Edhe videon që do transmetojmë pas pak e kemi të kësaj periudhe. Duhet këndu? Në fëmijëria atëherë nuk është se ka pas shumë foto, le të themi bëheshin foto kur ishte një moment i dedikuar për foto, pra përgatiteshe për të dalë në foto. Është një moment i zakonshëm për shembull. Ku jeni këtu? Në shkollë aty. Me një nga ishte 2-3 vjet më e madhe se unë ajo vajza. Është moment i zakonshëm fare aty, tek shkolla Mjal Grameno në Tiranë. Po, foto është shumë e bukur, ë? Fotoja është shumë e bukur. Sepse nuk kam sjell vetëm ato fotot protokollare të skenës, por dhe gjëra. Po, dhe për ato jemi dhe më kurios në fakt, se në skenë kemi të sjellim dhe imazhet video, kështu që mund t'i sjellim. Edhe ky është një moment festivali. Jo rastësisht thash që fëmijëria ime lidhet më shumë me skenën dhe me këtë, sepse kështu ka kaluar edhe këtu. Ëndra jote atëherë që në atë moshë ishte që të bëshe këngëtare, skena. Po, ishte skena, ishte festivali, ishte ekrani, ja dhe këtu kam qenë klasë 5. Kështu që ti e rritur me një ide të qartë që herët, me një ëndër shumë të madhe për cilën të punove shumë fort për të realizuar, i kishe të gjitha karakteristikat ose kriteret që duhet të përmbushje, ti kishe dhënë familja dhe zoti të gjitha talentet, dhe ama një ëndër e ndërprerë në mes kur mbaroj matura, po jo? Kur mbaroj matura, po, një ëndër e prerë në mes, por që ndoshta u ndërprej gjysmë e ëndrës time, sepse pjesa tjetër, të themi e krimtarisë artistike, e dukjes televizive, ajo vazhdoj. Edhe të qenurit pranë me artin edhe me muzikën. Me muzikën dhe shumë më vonë pastaj edhe me skenën muzikore, me festivalin Marie Kraja, që e provova vetë, pastaj e Teatri Operës në funksion. Pra, gjithmonë njeriu kthehet në atë që Zoti i ka dhënë dhe që e ka ushqyer me pasion gjithë jetën. Dhe unë automatikisht jam kthyer vazhdimisht, pavarësisht zigzakeve të ecjes time, të karrierës time, gjithmonë mund të jem shkëputur shumë pak me 2-3 vite, pra kam punuar në atë zyrën në tavolinën e drejtuesës, por pastaj në skenë ose në ekran kam qenë gjatë gjithë kohës me krimtaritë e mia, me gjërat që unë kam prodhuar vetë. Po, unë mendoj që sërish, sa do aktivitetet dhe angazhime të ketë fëmija në atë periudhë, ka shijuar pa tjetër skene, se është ndjerë ndryshe, ka thënë tjetër ndjesi gjitha, po unë besoj pjesa e lërave, koha e lirë, kësot mungon shumë në fakt të këfëmijët tanë, në fakt të kejtë, sepse ka ndryshuar jeta, ka ndryshuar dinamika, dhe ecim shumë shpejt, po në atë kohë besoj ka qenë pjesa më e bukur për të gjithë, apo jo? Po, pa tjetër. Avarsisht se mund të kishe ambicje dhe të kishe realizuar gjëra, të kishe arritur një lloj fame, le të themi, në atë periudhë. Po sërish besoj, kur bëj fjala për to, nuk konsideroj famë për jo. Lieshin të gjitha dhe as ti bëj fjalë për diçka tjetër. Lodrat ishin, sidomos këto që bëheshin me 2 skuadra, unë kujtoj Topa Luftash. Ose Topa Djegësi. Kemi brezë ka Topa Luftash. E kupton, ne kishim me luftë gjën. Me luftë. Ne kishim me djegë, pastaj filloi djegësia, e kupton? Më të zbutjur. Në fakt, ne nga që vim nga vendi ftohtë, domethënë në Pogradeci Dimrin akoma ka goxha të ftohtë dhe fati jon i madh është që aty mbushej plot me dbor. Edhe unë mbaj mend çdo dimër që mund të kujtoj nga fëmijëria ime, si nuk shkova një herë, domethënë me të thirrurën e parë, domethënë nga balkoni, hajde në shtëpi. Edhe pak. Domethënë gjatë gjithë kohës duhet zbriste mami poshtë të më merrte shpejt tani lart se u arsua. Domethënë është një nga kujtimet më të bukura. Pa diskutim. Mirë, Fation, shiko, do ta ndërpresim pak bisedën këtu, do të kemi publicitet, do të rikthehemi më njëherë këtu ku e lam për të vazhduar dhe me fotot tuaja, sepse e di që keni sjellë foto interesante, ne do të zgjulojmë pas pak publicitet, kthehemi shpejt.